Çdo të njëjtën në jeta në Kosovë mund të ndihni, cilat janë problemet e prodhuesve kosovar. Pse qumshti importuar kushton më lirë se qumshti vendor? A janë prodhimet tona aq kualitative sa të mund të shiten në tregun jashtë Kosovës? Aret Muharremi, hulumton këtë javë, është tartufi gjenetikisht nga Afganistani, nga Vranja, nga kodra e trimave, apo nga teatri Molierit në Paris. E me njëherë, pas zondrët të Kosovës mund të ndeshni debatin komunal jeta në fush Kosovë. Jeta në Kosovë, çdo të njëjtë në 20:20 dhe reprizat të nesërmen në mesditë. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonde do të flasim për kualitetin e prodhimeve në tregun kosovar. Kush e bën përcaktimin e standardeve në vendin tonë? Kush e kontrollon cilësinë dhe përmbajtjen e prodhimeve, si atyre vendore dhe atyre që importohen? A ka Kosova prodhime kualitative dhe kush e bën kontrollin final të produkteve në vendin tonë? Por, pasi ditëve të fundit ka pasur debat të ashtë për bile deri në atë nivel të asaj që thuhet se ka pasur edhe gjuhë të urrëties rreth premierës së tartufit në teatrin kombëtar, kolegu em Aret Muharremi ju sjell më shumë informata rreth kualitetit të kësaj shfaqje. Në vazhdim ju lë pra me rubrikën Kultura në Kosovë. Jutim, po flak ka shku për shfaqjen e fundit teatrit kombëtar për këtë vit. E mediat e intelektualit e këtij veni nuk kanë hezitu as pak me qut shfaqjen e Tartuf Rom, Made in Vranje, një ndoqje afganistaneske e gjakut ton të pasur Pelas Gojliro Dardan, e tjera. Por në anën tjetër ka pas edhe peticione kundër kësaj gjuhë të urrëties. Kritikat kundër kësaj shfaqje janë cilësuar si raciste, tendencioze, revanshizma personale të atyre që s'kan shpirt artisti. Një pjesë e komunitetit artistik ka refuzu me u identifiku me kritikat të tilla. Atësa dhe i kanë kërku falje Rahim Burhanit për faktin që njerëzit e kanë kritiku shfaqjen tu bazuar në prerjen e regjisorit. Kjo po më shtyn me dyshu që diçka është e kalbur në shtetin e Kosovës. Me fol ka del shpirti, shfaqja nuk e as ajo që të lën me gojë hapën, e as ajo që të lën me gishta në gojë. Dhe mendoj që është një qasje interesante, që me të vërtet mund të shkojnë jashtë me këtë shfaqje. Do shumë jetë që shifet peshe aktorve, gjënatës ime, pastaj janë edhe aktor të rinj, është gërshetu dhe të gjënatë e re me gjënatën më të vjetër, me eksperiencë, dhe mendoj pozitivisht për këtë shfaqje. Është munduar që të bëhet një tragedi për të trokitur ma shumë ndërgjegje në këtyre njerëzve. Unë mendoj që ky problem nuk ekziston në Kosovë, dhe ky teatr nuk duhet të jetë për Kosovën, për spektatorin e Kosovës. Ky mund të jepet në një hapësim tjetër, ku ekzistojnë këto probleme, mirë po për ne si shoqëri, këto probleme janë të tejkaluara. Ma tepër duket që është një shfaqje e cila insiston në mesazh brazd, edhe është një shfaqje mes teatrit edhe parullës. Dhe kjo e shon në një lloj skematizmi i cili është i papranueshëm. Është e vërtetë që kostumet e vendosin këtë shfaqje më shumë në Afganistan se sa në Kosovë. Është po ashtu e vërtetë që organi via nuk tregon pasuri dhe status të beneficuar familjar. Hajt tregon tash kush në Kosovë e dekoron murin me organa. Tash përdoren tapetat, mermeri, fasada plastike, BMW-at, Cayenat. Është po ashtu e vërtetë që ndoshta që 50 vjet baba nuk i tregon vajzës së vet që e ka feju t'ja qit një shamin kry. As në malit e Malësis, as në zona rurale, shamia më nuk është mjet komunikimin mes babalarve dhe vajzave shqiptare. Das ist eine unzweichtig Schekull, meine liebe Freunde. Die Internet, die Messenger, das ist eine große Perversion. Qëllimi i regjizorit dhe ekipës ka qenë pikërisht të bëjmë një diçka tjetër që s'ka lidhje me tartufin e Molej, që s'ka lidhje me kohën,
dhe që s'ka lidhje me jetën mondane dhe me klasicizmin e atij moleci dikush qoftë prej atyre e ka pa ndonjëherë në jetën e vet. Kjo është ajo risia që vjen keq edhe për hapshitës i cili thotë se nuk ka si diçka të re regjizori, se unë e kom pa një tartuf para 40 vitesh. Unë do t'i thesha atij zotnis se nëse ka pa një tartuf molet klasik të asaj kohe, siç që ka diçka e re ku ne flasim për një tartuf krejt tjetër, për një njeri me një mision krejt tjetër i cili mundohet në këtë kohë t'i pus vajzat tona të reja nën tregje apo t'i mbulej me shami që krejt bota e lufton një vest të tillë. Problemi se me lorë të tartufi është mungesa ritmit të shfaqjes. Në shumë skena po ashtu do të mungoj edhe ritmi i rolit. Nëse mungon ritmi i rolit, atëre mungon lëvizja dhe kompozicioni i rolit. Nëse në ato situata ku skenografia është shumë e madhe, është masive, është shumë normale se interpretimi do të kufizohet. Përveç mungesës në ritëm, në lëvizje, mizanskena ishte shumë statike, dialogi ishte poetik, ndërsa buzëqeshja ishte artificiale dhe do të shndrohet në klishe pavarësisht nga situata. Kjo ishte faktikisht mungesë e jo vetëm kreativitetit regjistoral, mirë pa dhe mungesë interpretimit të aktorëve të cilët i ndihmojnë që koncepti i caktuar i regjisorit t'i bartës shikuesve. Molieri është zhanër në vetë, është kulmi i komedisë. Derisa neve na ofru kjo shfaqje psikologjike, derisa vike ajo ana melodramatike e ngjarjes, e kem patetik antike. E disa pe aktorëve kulminant të shfaqje s'kan pas qare me ofru pak shpirt sarkazme për me nxjerr shfaqjen prej krizës. Prenishi deri në 6-5. Tartufi është një ndër stilet më të dërshme në aktrim. Komedia dell'arte kërkon përkushtim, punë dhe talent jashtëzakonshëm. Në këtë shfaqje kemi pa një transformim të paargumentuar të këtij stili, të cilën e kemi prit në një stil krejt antik, që për arsye të parsyetuara në asnjë moment nuk mund të vlerësohet si kurrqysh ndryshe, pos një imponim i stilit të lojës amatore. Për plot shpërthime vokale, për plot mizansken patetik, me së paku 2 thyre të rampës që nuk funksionojshin hiç, krejt këto të parsyetuara para dhe gjatë dhe pas konsumimit. Prenishi deri në 6-3. Muzika. Trimor Dhomi e ka komponu muzikën. Se qysh ma qekje mallin e fakturës muzikore cilën unë si fëmijë kom mujt me dëgju kur mbeqa pa zhetona në për videolojna. Totalisht qatë shfaqës. Teknikisht e punu me mirë, por shpesh e këngojke dialogun dhe veprimin dhe pa kur farë funksione skenik. Prenishi deri në 6-2. Jo, 3. Kostumet. Shumica më kanë thonë që për pos dhe për kundër tendencave lindore që kostumografia e ka bartë, kostumet kanë qenë të punuara në mënyrë profesionale. Veç pak, kostumi i kepur profesionalisht është minimumi cilën unë du me prit për teatrit kombëtar. Teatri kombëtar edhe duhet me udoki veshën ran. Pra, as këtu s'ka kaluse. Të merri me vesh, hiç s'ka lidhje që kostumografi ka qenë për Turkis apo ka e tokon. Kostumet janë dizajnuar gabimisht, pra, minus. Ndërsa të punuara mirë, pra plus. Plus edhe minus, barazi me zero. Si mos me u konë, hiq. Skena ka qenë endame në 2 nivele në përmjet një ndër katit, i cili ka funksionu shumë mirë. Po ashtu dhe skena rotative ka funksionu shumë mirë edhe nuk u vrejt hiq gjatë gjithë shfaqës. Ndryqimi po ashtu konë shumë i lezetshëm. E jargonat, me bomja heka një kokër për së cilin jargan i shbo shumë. Po skenografi nuk ka bu kur gjë tjetër, përveç se ju ka përgjegj kërkesave të regjisorit. Skenografia në këtë rast ka funksionu shumë mirë, po të këqyrëm ka aspekte regjisoriale. Për njësit dhe në 6, skenografia i ka 5. Nëse Rahim Burhan si regjisore ka pas nërmen me ndryshu Hazreti Molierin, atër aja ka arrit. Aja ka arrit edhe me vnu një farë kundërthanin mes aspektit oriental dhe ati occidental. Kjo është disan shumë i guximshëm, ama veç në teori. Në praktik,
Kur që s'ka mujt tjetër me bo përveç se më na japni përshtypje të amatorizmit. Ky publik nuk bon shallvare, ky publik nuk bon kapela alla Karzai, ky publik është shumë i ndihshëm kur dikush e identifikon me fundamentalista islamik. Unë më bindun që krejt ky muhabet nuk është rastësisht. Rahim Burhan është nxënës i Roberto Qullit. E Roberto Qulli ka qenë musafir i Kosova Infesit para disa vjetëve. Pra ka qenë këtu në Prishtinë me shfaqen Princi i vogël. E kjo ka qenë jo nxënës, po dost i brukut. Unë si intelektual i pavarur, që kom qef me debatu me argumente, e jo për shkak se ma ka pranu teatri tekstin tema jo më bindun që komplet shfaqja është planifiku me ndodh pas premierës. Debate social në mes të Mozartëve dhe Salierive në Kosovë, unë e shoh ato si qëllimi kryesor i shfaqjes Tartufi të regjistorit Rahim Burhan. Edhe të merr me vesh fakti që një regjisor rom po vjen në Prishtinë edhe po bën një shfaqje në teatrin kombëtar, për mua është një sukses. Kjo tregon se nuk jemi të ngarkuar me ksenofobi primitive ballkanike. Sa mirë, veç për para. Sta sa është bërë, ç'ky Jergon? Soj but, soj mirë. Qenë gjivogli rrimin ndushëm, bon. Përderisa Arifi vazhdojnë të pushojë në Jorganin i cili është me provim vendor, pra ne vazhdojmë të flasim për temën e sonme dhe mysafir me mua janë Lutfi Zharku, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Idris Vehapi, Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë e Zhvillimit Rural, Samet Leshi, eksperti i standardizimit, Fatmir Selimi, agroekonomist, Ernest Jusufi nga kompania Devoli dhe Genç Meraku nga Zero Pozitiv. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Por para se të fillojmë me debatin e sondën, ne do të vazhdojmë me një kronik të përgatitur nga kolegja ime Jeta Bazi, e cila ka pyetur se ato që i blemi në Kosovë, thjesht a din se a janë të sakta. Për shembull, Jeta Bazi ka vizituar disa pompa në Kosovë dhe ka pyetur dhe është munduar gjithashtu të sqarojë se ato që e ka blerë, pra 5 litra benzin, a janë sakt 5 litra të cilat ajo i ka paguar. Ta shohim reportazhin në vazhdim. Nëse ju ka dashur të bleni 5 litra benzin, për shkak se ju ka mbetur diku në vetura pa benzin, apo për shkak se keni dashur ta mbushni gjeneratorin që në këtë kohë është bërë aq i nevojshëm, ajo që mas pari kish më interesu është se paratë që keni shpenzuar për 5 litra benzin, a kanë me qenë me vërtet 5 litra? E njëjtë është edhe dilema ime. Për këtë mendova që mas miri do të ishte me blerje kanë të thjeshtë, në të cilën figuron se janë 5 litra, duke supozuar se në këtë mënyrë do ta ndryshoja dilemën time. Nikita, Slamar, a keni kontas 5 litrëshëve? 5 nuk ka, po ka veç 10. 10, që me ditu në që është 5? Po, ka lanë me ditë që në bazë vija, ta në shbull me shku në bazë vija, dhe ta në gjithë po litra e kam të konta. Një vi so është? Një vi është 1 litër. A bën pra 5 konta? Bën pëse. Visha është sa vlonë që është 10 litrëshë? Një dore mos ki, që ka dhe me litra. 10 litra e ka një konta. Pas kësaj ju drejtova pikave shitse derivate të naftës për me kuptu që kur ne si konsumator blim 5 litra benzin, me të vërtet janë 5 litra. E për këtë, i vizituam 5 pompa të ndryshme në për Kosovë. Për me konstatu që në njësi matë se jep saksisht vlerën që konsumatori dëshiron, e në këtë rast për me kuptu që kjo pompë e benzinës jep me të vërtet litrajën e kërkuar, Departamenti Metrologjisë në bazë të ligjit për metrologji e ka për obligim që të vendos pulla apo shenja të cilat tregojnë se ajo pompë është e bashdaruar, pra e kalibruar dhe se jep saktësisht sasinë të cilën e tregon. Për kjo që po shohim më zhvulli Gjermanisë e që i ka dalur afati e që nuk është valide për Kosovë dhe nuk është kontrolluar nga Departamenti Metrologjisë. A mi qëtë shtu 5 litra benzin? Po. Ja që u më shene. A për mu shto 5 litra? 5 litra. A për mu? Një, dhe më onë shkota.
A bën 5 litra benzin? Pranë 5 pika të shitëse të derivatëve të naftës, vetëm një ishte kontrolluar nga Ministria e Tregtisë, thënë më saktë nga Departamenti Meteorologjisë, jo i meteorologjisë që merret me parashikim të motit, por të meteorologjisë që merret me saktësinë e matjeve. Pasi që kontat e thjeshta që qytetarët do të mund t'i kishin përdor për shërbim nuk janë të verifikuara, atëherë duhet vetëm departamenti me metodat e veta të bëj verifikimin. Konta do të duhet të kishin edhe këtu ndonjë shenjë për të vërtetur besueshmërinë e saktësisë së tyre. Andaj konsideroj që këto konta për të ardhur të jetë një rezultat adekuat do të duhet të shkojnë në institut për të bërë krahasueshmërinë me etalonet sekondare. Bashkë me matjet e mia prita përgjigje nga departamenti se a janë të sakta litrazhet që i kanë blerë. Është e sigurt që kontat i kanë 5 litra. Sasia po vrehet afër 5 litrëshit që është vendosur. Po duhet me pas parasysh këto që na nuk i njoh me kontat, se për neve kjo kont nuk është enë matëse, nuk është instrument matëse. Konta mund të jetë e pasakt krejtësisht. Do të duhet të kishin vëmendjen e tipit të tyre të cilat duhet të bëheshin në institut. Dhe kjo nuk vlen vetëm se për këto konta apo kanistra si të themi, por vlen për të gjitha pajisjet matëse të cilat hyjnë në shtetin e Kosovës. Ndërsa ky laborator shërben për kontrollimin edhe matjen e saktësisë së rrjedhjes së karburanteve, respektivisht matjen e vëllimit në sasi të litrave e cila i jepet respektivisht e cila i shitet konsumatorëve. Këtu është një set, një garniture e talonve, që nga 2 litra, 5 litrëshi, 10 litrëshi, 20 litrëshi, 50 litrëshi, edhe atje brenda e kemë 100 litrëshi. Ka me thënë, etaloni funksionon në bazë të saktësisë së matjeve. Me ligj është e lejuar deri në -50. Në temperaturë dimrit, me qenë -50 është, do të thonë është mirë. Kjo ishte situata në vetëm njërën nga pompat e shumta në Kosovë që i vizituan së bashku. Për të kontrolluar pompa tjera, përfaqësuesit e Departamentit Meteorologjisë konsideruan se paraprakisht ju duhet leja personale e ministrit për të kontrolluar pika tjera të shitjes së karburantit. Alo, minister, agronin telefon, falë që të përnë. Në dëgjo, të ka po insistojnë që të të lpjona një punë, po është për nëse kemi në lisë që kemi bashkëdaru, s'po di që me bo. Së instrument në atë, ka periudën e kontrolës. Po. Po gjithë qysh po insistojnë, që me bo? Po dhe, i dul qysh dul, që po thutën? Sa i mund me dalë mirë, do më thonë për ato, mësë para gjykojë. Mani ku shkoj këta. Ne që kemi të kontrolu se s'kemi pas kërkes për kontrol, s'kemi mri për shkak se ne kemi staf shumë të vogël, numër shumë vogël stafit, ndërsa posedojmë vetëm me këtë pajisje. Gjatë gjirimeve ishte i pranishëm edhe përfaqësuesi pompës Ina Petrol, i cili na tregoi që nuk ka bërë kërkesën për ta bashkëdaruar pompën e benzinit. Kërkesë për të punëse, abo name shumë me sa di, nuk është që punë që të keni erë e regullana dhe tash nuk ka mundësi për shumë prapë me pas problem. Që du me pas kontrol, pas në zdo dhëtë, ose zdo 3 dhëtë, ose zdo janë, ose me pas kontrol. Në vëtën se është punë që është teknike dhe më prish dita ditës, në vëtën. Ishte pak hutuse puna e përgjegjësisë. A duhet Departamenti Meteorologjisë me dalë me bashkëdaru pompat, apo duhen pronarët e pompave me kërku këtë bashkëdarim? Për mos me shkaktu shpenzime, Departamentit Meteorologjisë shkuan tek pompa e benzinës, e cila është vetëm 50 metra larg Ministrisë së Tregtisë, por nuk është e bashkëdaruar. Rrugës duke shkuar për tek kjo pompë, përfaqësuesit e Departamentit Meteorologjisë e zhvilluan këtë bisedë në veturën e tyre. Këtë pojnë që zanë, çdo të gjanë pojnë që zanë. S'po mujnë me qetë. S'po mujnë me qetë, i ka. Ju do shtaj edhe dhe. U shku pash një zëtë, u shku i ka gjithë. U shku i ka gjithë në krejtë si i ka shqitë që si kemi kontrolu një mahi. S'kemi shumë kohë dhe për puna.
Sa vora? Ora 3. Ja, me të që me në. Tash jemi në pikën e karburantit, pikën shitse Alban Petrol. Po, shumë afër jemi, mund në qendër Prishtinës. A është e vazhdarume kjo? Kjo nuk është e vazhdarume dhe kjo nuk ka dhe licencë. Pra në rast se nuk vazhdarohen njësitë matëse, mund të ndodhë që nuk mund të dëmtohet vetëm konsumatori, por edhe biznesi. Apo mund të ndodhë që mos ta di pronari i pompës që është dashur të bëhet vazhdarimi, sepse gjatë gjerimeve, pronarja e pompës nuk e dinte që është dashur të bëjë kërkesa për vazhdarim. Këtë mësoj nga gjerimi ynë. Unë nuk e kom ditë që duhet me bëjë kërkesë për vazhdarim. Ata thonë. Na vazhdarimin e bojnë, që kem mjeshtrin që i kontrollon pumpat edhe rregullisht e bojnë vazhdarimin. Edhe në përgjithësi tina, unë i kom thonë gjithmonë, dole diçka ti kime ja përgjithësi, se do me thonë 2-5 pineve që me thonë vazhdarimi mirë. Nuk do të me funksionu as pa leje urbanistike, as pa pëlqim sigurie, as pa vazhdarim, as 1 litër me uqit. Pse na jemi konë luft, jeta, po na në luft jemi konë. Që luft jemi dojë që 8 vjetëve. Në 2005 në ke plejë. Nëse punëtorët e departamentit meteorologjisë konsiderojnë se kemi bërsh nëse ata aftohen, në anën tjetër këtë punë nuk janë punë që mund të kryen prej zyrës. Edhe pse ata kohën që nuk kanë njerëz të mjaftueshëm që munden me u marrë me këtë punë, nuk kanë mjete të konsiderueshme për me realizu punën, ka se prap ju e pasë edhe vetë që brenda një ditës, diku afër 1 ore ne arritëm me kontrollu 3 pompa benzinës. Dhe nëse në Kosovë janë diku afër 500 pompa benzinës, ne mund të punojmë me një matematikë të thjeshtë. Për shembull, e konsiderum që në Kosovë ka 500 pompa të benzinës. Dhe neve na u ka dash 1 orë për me kontrollu 3 pompa. Atëherë, nëse punëtorët e meteorologjisë nuk punojnë më shumë se 4 orë në ditë, llogaria është kjo. 4 orë në ditë, nga 3 pompa, bëjnë 12 pompa në ditë. Për me kontrollu 500 pompa, nga 12 pompa në ditë, bëjnë 42 pompa. 42 ditë pune, janë diku rreth 2 muaj të plotë. Edhe 2 muaj pjashtoj për shkak se kemi qenë luftë, dhe nuk nga kanë ndihmuar askush. Për jo më shumë se 4 muaj, po i njëjti ekip, me po të njëjtat njëjte, ka me arrit me kontrollu, verifiku, vazhdaru të gjitha pompat e benzinës në Kosovë. Vetëm duhet mos me harxhu kohë të mendu qysh me shpenzu kohën, dhe duhet me pas vullnet për me kry punën për të cilën paguhen. Unë jam Jeta Abazi, për emisionin Jeta në Kosovë. Zotë Ministrë, Departamenti i Meteorologjisë është në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, pse nuk janë certifiku pompat e benzinit edhe a duhet gjithmonë me lyp leje për juve kur duhet me folë? Jo, parimisht jo. Unë vjen mirë spaku të them sinqerisht në ata që për 3 pompave që u kontrollon pavarësisht ta është e licencuar apo po licencuar nuk pak të mbretën sasi. Sa kuptova unë. Mas një në punë nuk pa mbretën se sasi që ndonjë pompë e benzinës e drejt për drejt e damton konsumatorin apo e vjedh konsumatorin e fundit. Çështja e vazhdarimit është çështje kalibrimi. Mirë, po vetëm njëra pompë ka pas certifikim. Po, deshta me dalë në ato. Kalkulimi që e boni zonja Abazi, zonusha Abazi, ma mërmenja se nuk vlen, nga përvoja që vetë e kom provu, do më maksimumi është që mundën më kuj. Me përvoja nga e ime që unë kom dorë personalisht me vërtetuat se sa pompa mundën ditë për më bashdaru, maksimumi pompa vështë që mundë më bashdaru 2 apo 3, edhe ajo këtë më varët nga masia e pompës, me sa që është me mbushën... Ne për një orë kemi vizitu 3. Vesh ka një. Jo keni morë vesh një, aty mundën me qenë, në më honë me një pompë, mundën me qenë 4 që është me apo 5, jo keni provu vesh një. Edhe ta marrim një pompë që i ka 10. Ajo i merë 3 orë. Ta marrim Kosova që do më honi i kemi afër 700 pompa. I kemi në këtë Kosovën, ta marrim teritorin e Kosovës, nëse etaloni apo kombi do të me shku, ta marrim be, do të me shku për më bazaru, 2 ora ne, 2 orë ne janë 4 orë, puna që i bëhet, do më që nuk është ajo çështje që mundët më bëhet 10 pompa apo 12 pompa në ditë, mesatarja, maksimum është mesatar nëse ekip 8 orë punë, mundë më barët për masis pompës 2 deri 3 pompa në ditë. Unë mu i më thonë që si vjetë janë bashdaru mbi 200 pompa. Me po thatë se i kemi 700 pompa, nëse çdo ditë bëhet ka një, i bin 700 vjetë, 2 vjetë.
Jemi në vitin 2008. Po, shumë e vend, po, pare me shumë e vend, vitin e kalum, kombje talon që e pak më parë, është ble vitin e kalum, si vjetë është puna viti plot i punës që ka punu ki kombi, na për si vjetë kemi para po edhe blemin edhe një kombi e talon, i cili duhet të arrim para fundit vitit për kalibrimin e gazit të palëngzuar, e gazit, po, në kurse në tjetër Unioni Evropian, duke i po që ta përgjësi që i kemi me këtë qështje, veç do të naduroj edhe një kombi e talon. Mirë, po aty patë edhe problemet tjera, zotë minister, ishte edhe problemet e kontat 10 litëshe. Asa tu nuk ishin bas 10 litëshe. Kontat janë për nevoja interne qytetare, ajo nuk është qështje që me kont, është qështje e besimit, ju e besoni apo jo. Konta nuk do me thonë që e ka shifrën e sakt apo vijen e sakt se sa litra e ka. Ajo për qështje interne apo për nevojat një qytetari që e blen kont. Apo kryet puna që duhet? Unë besoj që po, nga unë e departamentit meteorologjisë, vjen keq komentet e dhona nga ish drejtori departamentit meteorologjisë, unë i marrë ato komente si ma shumë politike, sa që janë drejtën punën e rregull që po në departamentin meteorologjisë ati viti. Pse politike? Unë e besoj që drejtori, për shkak të asaj që cili ka qenë kandidat në zgjedhjet e kalume, nuk është zgjedhë, të më honë ju kanë ndërprej mardhone e punë, në bas ligjit, nuk është rizgjedhë në atë vend, edhe tash është qështje ma shumë. Unë e s'po kuptoj si qështje subjektive. E kuptoj si qështje subjektive, kam drejt me kuptu. Tash nuk është më në ministri dhe flet ma shlirë, sigurisht. Shumë normal, po, shumë normal. Zoti Leshi, ne kemi gjithashtu edhe ligjin për standardizim, por apo zbatohet ky ligj në Kosovë? Si që thaj ministri, ne kemi ligjin për standardizim i cili për fat të mirë është një pjesë e mirë e punës, por mund të them që ndoshta në këtë nuk aplikohet. Ndoshta për shkak që ministria përkatëse nuk ka resurse humane dhe aty duhet të kuptojmë se një agjencion i akredituar dhe një agjencion i cili merret me standardizim me disa njerëz nuk mund ta kaloj të Kosovë. A vetëm këto probleme të resurset humane apo dikon tjetër probleme? Së parë është të vullneti e mirë e atëherë është resurset humane. S'ka vullnet apo qysh? Jo, ka vullnet e mirë, po ai vullnet kushton. Sa kushton, qysh kushton? Në shpjegon apo na elaboron pak? Nëse veç për ndim, me marrin si vjetë, komisioni na do të ndërtojmë Institutin e Meteorologjisë Legale të Kosovës, është projekt kapitali i cili do të kryhet ka fundi i janarit, kurse veç Komisioni Evropian tani më i ka dhënë 500.000 euro pajisje për atë institut. Mendoj se është çështje edhe e resurseve humane, është çështje edhe e buxhetit natyrisht për këtë çështje. Në të lëshëm kemi thënë paraprakisht se problemi është që pse nuk funksionon në agjencia është edhe se po shkon brapsh, domethënë nuk ka fillu ç'është duhet mirë. Në parjem për përvojës tonë që ne kemi në shtetet në region gjithmonë standardizimi ka filluar prej themelit, domethënë ka filluar për institucione publike, për institucione shtetërore. Ndërsa në rastin e Kosovës kemi të kundërtën. Shumica e atyre që janë duke standardizuar dhe që të aplikojnë janë bizneset private. Kjo s'ka ndodhur në rajon? Jo, s'ka ndodhur në rajon, por të ne po ndodh. Se s'kemi mujtë me morë shembull në rajon kur nuk është larg as Maqedonias, Shqipënias, vende tjera, një shembull edhe me mujtë me zbatu në Kosovë. Shikoni, shembulli konkret është se Bashkia Evropiane në Parlamentin Evropian ka punë një vendim i cili është i zbatueshëm për janari 2010, ku është shumë më mënyrë decisive se cili produkt mund të hyjë në Bashkinë Evropiane dhe është pak shumë e vështirë që produkte kosovare të deportojnë Bashkinë Evropiane. Ajo nuk është bërë për shkak që krijohet barierë. Më na jepni një shembull konkret kur thatë që është dashur të filloj prej institucioneve, çysh konkretisht, çysh është dashur, çfarë probleme për shembull pse ka filluar te bizneset e jo te institucionet? Shembulli i parë është për shembull një institut kombëtar, për shembull ishte CIS apo Agjencia për Veterinari dhe Kontroll të Ushqimit apo departamenti i përkatës në Ministrinë e Mjedisit të Tregtisë, së pari ato duhet të akreditohen dhe certifikohen tek atë të bëjnë vlerësimin e saktë se ai produkt apo ajo punë është kryer apo jo. Tjetra kemi që departamentet e saktuara blen vlerësimin, por nuk janë trupat të certifikuar apo janë trupat të akredituar. Kemi një koherencë në këtë gjë. Mirë, zotë Evropi, ç'është puna me pompat e benzinës, ç'është puna në sektorin e bujqësisë ku ju jeni ministër? Në sektorin e bujqësisë ku unë jam ministër normal se edhe ne kemi disa institute që merren me kontrollin e cilësisë.
produktet me prejore bimore dhe shtazore, kuptohet. Kontrolli cilësisë bëhet në laboratorin e veterinës dhe ushqimit pra në agjencionit në Prishtinë dhe në institutin bujqësor të Pejës, por analizat e cilësisë ushqimit disa prej tyre bëhen edhe në institutin kombëtar të shëndetit publik. E pse disa provime që vinë kryesisht nga qumshti si djathit duhet të bëhet testi final në Shkup? Pse s'bëhet në Kosovë në Prishtinë? Po, ende këtu ka nevojë që të rritet ato nivelet e standardizimit, edhe jo vetëm ato, po ka edhe analiza tjera që bëhen vende tjera, sepse nuk kemi, domethënë, laboratoret të akredituar me filli kështu, dhe ne mendojmë në të ardhmen, tani veç është në përfundim më sipër laboratori për kontrollin e cilësisë ushqimit, që është duke ndërtuar dhe është faza finale, besoj që shumë shpejt do të plotësohet gjitha standardet të cilat kërkohen me po tash qysh e dim na si konsumatorë, si qytetarë, që ushqimi që na përdorim është ose ai importuar është cilësor, është ne dim bazë të analizave fiziko-kimike dhe bakteriologjike, ato që bëhen këtu në Kosovë, me ato mjete që i kemi dim se sa është cilësore. Ato që nuk kemi mundësi me pajisje mirë. Unë mendoj se deri diku jemi të pajisur mirë për faktin se edhe kompanitë që prodhojnë këtu unë me sa di plotësojnë disa prej tyre edhe standardet shumë të larta ISO dhe ASA. Edhe ato bëjnë kontrollin vetë, prodhimet e veta i kontrollojnë, pastaj edhe i nënshkruajnë kontrolleve tjera. Djathi nuk shkon, që unë e di, nuk shkon në Shkup për analizë, por nëse ka konteste me Institutin e Shëndetësisë, laboratorin e Institutit Shëndetësisë për mikrobiologji, atëherë çohet në super analizë në Shkup për të u vërtetuar për arsye të mungesës e laboratorit referencë në Kosovë faktikisht. Më thonë që aty e keni jo gabimë, nuk shkon djathi. Ne po pse na kemi, pse nuk bëhet në Kosovë? Analiza bëhet në Kosovë. Se cila kompani e ka? Po, analiza bëhet në Kosovë. Laboratorin e Institutit Shëndetësisë për mikrobiologji dhe laboratorin fiziko-kimik në QKUK, po nëse ka konteste, unë si kompani nuk e pranoj rezultatin, kam kontest, atëherë shkon një super analizë, ministri o marrë ngjarje me këto, në Shkup apo në vende tjera, për me u si institut referencë, më thonë, si laborator referencë, për me u bo mostra krahasuese. Na po flasim për Kosova e ka institutet e veta, institucionet e veta. Dhe nëse në rastin konkret, nëse kemi ka plotësisht drejt zoti Jusufi, ku nëse kemi një rast kur një institucion apo laborator e vërteton një cilësi që nuk është për përshmërim me standardet tona, kurse importuesi apo prodhuesi atje konteston analizën e laboratorit publik, me marrim laboratorit publik apo institutit publik, ata gjendet një palë tretë e pavarur cila do të jep një mendim. Kjo është arsyeja pse shkon në Maqedoni apo diku jashtë. Jo përndryshe për ato se instituti e ka kredibilitetin e vet, e ka kredibilitetin e shtetit, por është e drejtë ligjore që nëse është e drejtë ligjore ai që prodhon apo ai që importon me kontestu një analizë në laboratorit caktuar në Kosovë, edhe shkon super analizë jashtë. Do të Jusufi, po edhe ne plotësisht kuptojmë ne që ajo duhet bëhet ashtu faktikisht. Kur gjë s'ka të keqe për të thënë një produkt konstatohet në laborator vendor që e ka një cilësi caktuar, por unë si prodhues nuk jam i kënaqur, kërkoj një super analizë, edhe unë si prodhues ndi vetëm shumë më të rahatshëm nëse ky produkt shkon testohet në laborator neutral. Ka në Shkup, ka i di raste që kanë qenë në Holand, ka domethënë kur gjë gjithka. Po, unë të shtoj këto vizitor ministër. Është shumë e vërtetë se shumicën e rasteve kërkohet pala e tretë, domethënë një institut referencë si pala e tretë, por arsyeja pse ndoshta aq shpesh ne i dërgojmë produktet tona në super analizë jashtë Kosovës është për shkak se s'kemi asnjë institut kombëtar i cili është i akredituar apo i certifikuar me norma ndërkombëtare. Aty është problemi. Po këtu është problemi që na nuk besojnë që këta njerëz që punojnë këtu institute janë jashtë kualifikuar edhe kanë ndjeni për nevojë ato. Në çdo vend, në çdo reklamë, që ka paraqitet zakonisht disa nga prodhuesit tonë lokal tregojnë se janë certifikuar diku në Gjermani apo në Maqedoni apo diku tjetër. Pse? Kushtemisht nuk i besojnë se kjo analizë që u bë as në institutin kombëtar, as që u bë në vende tjera nuk është i kualitetit të mirë. Për atë shkak edhe ndodhin këto probleme që më shumë i besojnë importit, saqë besojnë prodhime vendore. Për atë shkak sepse në Kosovë bëhet kontrolli i kualitetit, kemi njerëz që mund të bëhet kontroll kualitetit, normalisht që kanë zhvillim e sipër, se kërkush nuk ka lindur i dijshëm, edhe kemi një zbraztim prej viteve 90 deri në vitin 2000,
kur kërkush nuk ka punu me këto analiza dhe gradualisht to se janë të ndërtu. Nuk duhet me pritë që për periudhë shumë shkurt në kanë në mërdhi që qëto institute kanë qenë të akreditume. Këto janë të akreditume në qenë për ministrisë, një për kërkush ministri nuk e ka atë në uri atë djedi që nuk më akreditu në institut këtu. Institutet kanë më akreditu për institucionet të akreditume në orë të binjaktizime ndryshme, se që ka me ndohë me agencion për vetrinë dhe ushqim të Kosovës, ka më në një aktizim edhe bashkëpunim me ta të institut apo me një agencion tjetër të një shteti ka marrë deti paraqitja apo deti e certifikimit të institutit. Çka duhet me bona? Rrugës tonë duhet me punu në drejtim që me kry shërbime sa më të mira, me dhënë prodhime sa më të mira konsumatorit. Ministritë kanë rolin e vetë me kriju një ambient sa më të mirë. Do të thonë duhet të merrem vesh të standardizojmë prodhimet tona. Po normalisht, po nuk duhet me luajtë ministritë rolin e polisit me mbikëqyr ata ajo në çdo moment për shembull si këtë rastin konkret. Gjithta duhet me kriju kushte. Ambienti duhet me kriju, me bë kontrollit, mirë po mos me frigu edhe prodhuesi. Mos më frigu që këllë rolin e polici dhe kam i denu ministria e bujqësisë apo e tregtisë, po duhet me besuaj në vetë vetën dhe me mundu që ato prodhime me produs sa më kualitative dhe mos më frigu as për shtetit. Që është frika apo që është? Po është frikë. Ma hala e kje nëse da frigohen prapë që shteti gjithë më ka vështirësi me pagu do një denim apo me sen nëse që përmbohen aty në rregullorëve. Hala e kje në frikën, nuk frigohen aty konsumatorit. Në gjithë më frigohen për shtetit. Hala e kje në ndjenjë e frikës. Edhe duhet me një kohë gjatë për më mos me ndjekë frikës. Dhe me etikën e biznesit, duhet këthejme dhe vetë të përvetja, duhet produs të kenat si bazë primare, që tjenë etik në prodhimet të tyre dhe gjë punës të me, kështu që nuk varet krejtësisht nga qeveria po ministrit apo dikasteret të caktuar në kuadrat e ministrisë, po nga vetë ata të cilët prodhojnë, edhe certifikimin shumica e rasteve mirët si fatkeqësisht si shpenzim e jo si investim, po në shumica e rasteve edhe është i arsyeshëm që mirët si shpenzim për arsye të vetë konsumatorë kosovarë që blerën e kanë në çmim e jo në kvalitet, kështu që është një kombinim i gjitha problemeve prej kombinimit që s'pare kemi vetë ai që certifikon nuk është të certifikum, kështu që duhet ai që duhet me certifiku duhet me certifiku vetë njëherë, ma akreditu, pastaj duhet të vendosët biznes etika në tavolin tek çdo prodhim kosovar dhe vetë konsumatori është i vetëdijshëm shumë çka është kvalitet, çka nuk është kvalitet. Vetëm edhe në patën e koment shkurt me flek. Na këtu janë aty përzi pak mollat me dalë. Akreditimi është diçka krejt tjetër që bëhet vetëm nga shteti. Po që ata janë një ta shpjegojnë se çka është puna e standardizimit dhe ka një kompani që është certifikuar e akredituar me lëshu certifikat. Rastin tonë Kosovë ka kompani që vijnë nga Gjermania, Slovenia, Turqia të ndryshme. Në thonë çdo laboratore që na i kanë këtu apo çdo institucione ato i akrediton qeveria. Tash metodën qysh ata i akreditojnë është puna e qeverisë. A shkojmë me binjakzim me ndonjë shtet tjetër apo çfarë na duhet të ndërru? Akreditimi është diçka krejt tjetër që bëhet në baza shtetërore, certifikimi është një certifikat që e merr ti për me bë një veprimtari të caktuar. Është ndërlidhje edhe me Ernestin. Është shumë e vërtetë që së pari atë në kur thash në fillim që së pari ne është dhe që institucionet publike shtetërore të akreditojnë. Aty është problemi se ne nuk kemi në kuadrat të qeverisë Kosovës institute apo agencionet të caktuara të cilat janë të akredituara prej vetë shtetit. Domethënë Kosova duhet ato t'i akreditoj. Është procedurë tjetër se si do t'i akreditoj. Po është punë e ngushtë me të cilën duhet qeveria ta kryejë gjatë vitit 2009. Po ne kemi 2 ministra këto. A kemi pas? Kështu. Ne mund të bëjmë tash një krahasim me një analogji për shembull me akreditimin që është për institucionet arsimore. Ato kanë pas licenca, po s'ka qenë të akredituar. Dhe është detyruar qeveria përkatësisht me Ministria e Gjeshtë të thirrë kompaninë për akreditim që është angleze. Në këtë rast ne duhet ta bëjmë edhe për institucione tjera që janë edhe në siguri të ushqimit edhe në fusha tjera. Por unë them kështu, edhe kostoja e një prodhimi, edhe cilësia, më varen prej ati zinxhirit, prej ashtu i halkës, por zinxhirit e deri të finalizimi. Ne kemi ende punë për të bërë. Unë vetëm duhet të marrë një shembull. Në vitin 2008 është marrë vendim që analizat e qumshtit të freskët mos kontrollohen vetëm në aspektin bakteriologjik, po të mirën për bazë edhe qelizat somatike që në njohura këto çka është për ata ekspert që e bojnë.
Dhe njëkohësisht kjo ka qenë e papranueshme për prodhues të qumshtit, por ka qenë e pranueshme për punues. Pse? Sepse për punuesit ja lehtëson punën që ai produkt finalizohet më lehtë dhe kosta e tij të jetë më e lirë. Këtu është problemi. Domethënë, Zotri Leshi tha që në Kosovë domethënë nuk kemi kompani apo institucionet tona, qeveria nuk ka agjenci standardizimi. Si eksperti standardizimit, edhe na shpjegoni edhe një herë Zotri Leshi, a ka diçka të standardizuar në Kosovë? Do t'ju japi një shembull. Një prodhues i langut, cilën mas për bazë se ka diku 80% ujë, në thosë se furnizohet për ujësiel si drejt për drejt, mund të menje të pyetni se a ujësiel a është i certifikuar? Me një shtrohet pyetja prej kujt dhe nga kush? Nëse, Ministri mirë tha, nëse në atë rast a ujësiel do të ishte certifikuar, atë prodhuesi i langut do të kishte më pak punë, sepse duhet të bëte më pak analiza. Po, vetëm se po vjen nga një moment kur më shumë po na intereson se është i certifikuar apo jo, apo ka kualitet. Në fund për traktuar si kësaj se sa është kvalitet apo sa mund të vlekë në treg, është konsumatori që të traktojë se çfarë do të vlej. Ne vajna për traktuar shumë certifikata, në shumë letra, edhe në fillim cilën kompani që shkosh e shet që ka qit me vul që është i certifikuar për këtë punë apo jo, ndërsa kushtet cilat punohet në fabrikë nuk janë as pastasisht bane. Vjen ditë certifikimi, çfarë moment që merr certifikatin, mund të përgohet aty në rregull është. Jo, unë s'do pajtona me ju. S'do pajtona me ju për një arsye shumë thjeshtë. Secili certifikim e ka rritë certifikimin secilin vjet. Është shumë e mundur që vjen pala e tretë, sepse me rregullat e reja të ISO-s vjen pala e tretë e cila është e panshme, domethënë e cila nuk ka kufar konflikt interesi dhe nëse i vren përmetat se i ka pa në atë kompani, ai certifikat anulohet me njerë. Domethënë nuk është ai certifikat e përjashme. Keni secilin rreth e keni nga një rreth certifikim. Ka kompani e cila për shembull në segmentin e prodhimit të tij ka certifikimin çdo 6 muaj. Nëse ju nuk e mirëmbani sistemin e menaxhimit të cilësisë, ai certifikat shkon. Është domethënë, ose është e vërtetë ajo çka ju e thatë, për shkak që vetëm se certifikimi zgjat 6-18 muaj. S'mund të qenë çdo vit si po. Jo, nuk mund të shpërblet me bënë certifikat. Tria çarive punesa për këtë fond severitari kisha pasur organizimit tonë. Ne kemi kodat Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Agjencionit për Standardizim dhe Akreditim që ka qenë. Mbas apo funksionon, se po themi absolutisht funksionon, por janë si debatisht. Po, absolutisht. Që nuk po funksionon. Funksionon, po jo, u përzin çështjet departamenti metrologjisë me çështjen e kontrollit, departamenti metrologjisë është çështje tjetër, Agjencioni Standardizimit dhe Akreditimit është tjetër. Por pushmërinë me rekomandimet e Komisionit Evropian, as i vjet e kemi ndo akreditimin, ligji ka kaluar kuvend dhe është na shku, besoj që është na shku nga presidenti, për ndarjen e akreditimit nga standardizimi, se nëse jenë në një kulm, atë është konflikt interesit. Çështja e standardeve është çështje e vullnetit biznesit, sa i aplikon standardet apo jo. Deri tash janë në kuadrat e ministrisë ekzistojnë 7 apo 8 trupa teknike, këshillat, komitete teknike për standarde, ku ka standarde ndryshme ndërtimtari, elektroteknik, mjete tjera, produkte tjera, kurse në anën tjetër e kemi departamentin drejtorinë e akreditimit. Në përpushmëri me kërkesë dhe akreditimi është çështje vullnetare, një biznesi a do mu akreditu për me kryer një veprimtari caktuar ajo. Megjithatë ne kemi obligim të akreditojmë trupat për vlerësim të konformitetit. Përpushmëri me këtë, na kemi kriju Këshillin e akreditimit, mos e shoh se këtij viti. Këshilli i akreditimit ka mbajtur mbledhjet e tij, është ka filluar vlerësimi i aplikacioneve për akreditim, ata që kemi 14 nëse zgjat 14 aplikacione për akreditim trupave inspektuese dhe laboratorëve të ndryshëm, ku janë përfshirë edhe laborator për kontrollin e cilësisë. Në mënyrë që mos krijohet bindja se në Kosovë çdo gjë mirët në certifikat do si do. Në këtë akreditimet apo vlerësimin për plotësimin e kriterëve për akreditim e bëjmë bashkëpunim me Komisionin Evropian, vinë ekspert prej Komisionit Evropian dhe e vlerësojnë një laborator apo një trup certifikues sa e plotëson kushtet ligjore që të jetë. Na dojmë që drejtoria e akreditimit nesër të jetë antare barabartë në akreditimin evropian. Ne vëshëm certifikatat i kemi në Kosovë 100 trupa të akreditimit, kurse në realitet ato mos kanë kurrë besueshmërie jashtë Kosovës. Kjo është arsyeja, na sivjet kemi akredituar trupën e parë inspektuese dhe jemi me siguri sot Këshilli i akreditimit ka pas në fundit gjatë viti, nuk e di çka kanë vendosur, po janë në renditës që duhet shqyrtohen edhe akreditimi dy laboratorëve, njëri ndërtar është me siguri për çështjet e ushqimit. Kështu që janë akreditimi dhe standardizimi janë dy çështje të ndarë. Në deshta me ndëlidha vetë në fjalimin e kolegit. Kështu s'di sa kolega ka pas eksperiencë prej standardizimit.
tash po folim për isë në menesi që shpeshone, që fse unë e ngris një manual cilësisë edhe e kryat punën e vështirë, pse mos me implementu. E di që unë nuk me folë vetëm për kompaninë Devoli, ku unë punoj, po e di që edhe kolegët që fse unë e kom kryat punën e vështirë, e kom ngrit një manual cilësisë edhe e kom pa faktikisht përparësit me manualin e cilësisë, atë pse mos me implementu. Unë mendoj që kolega ka gabim nëse thotë që po merret në certifikatë dhe po harrohet e punë. Jo, ekzistojnë auditime të brendshme që duhet me i kry, faktikisht brenda këtij viti që foli zoti Leshi. Ekzistojnë maqet e ndryshme nga Instituti Meteorologjik që duhet faktikisht edhe ato me pas instruksionet punës, që unë mendoj që ajo kryhet. Kur kthen atë zoti Leshi vetë pak e përmbaj, që tha puna ujësjellësit. Puna ujësjellësit është shkon kështu. Unë mendoj që as shtetet perëndimore, nëse ujësjellësi është i certifikuar, mjafton ajo si analizë bollshme për me vazhdu provimin. Jo, ti zoti Leshi din shumë mirë që nga standardi ISO 9000 apo nga standardi për siguritë ushqimit që është HACCP, kërkohet që analizat e kohëpaskoshme në periudha kohore të bëhen analizat e ujit që përdoret për prodhim. Kështu që unë s'pesha kur farë pengesë që ujësjellësi nuk është i certifikuar apo është i certifikuar. Nuk plotësisht me kuptoj zotëri. Ne di që kompania Devoli është një kompani mjaft e njohur në Kosovë dhe besoj që ka kredibilitet me vet, se kam punuar në sektorin e qumshit të mjaft. Mirë, po nuk do me thonë që ta kënisë 30 vetës, edhe që gjitha kompanit tjera i plësojnë ato kushte, sepse ka raste kom i plësojnë, është çështja që mbujtësi ma shumë të i kushtetën si standarde ISO në një edhe standardet HACCP ose pikës kritike të kontrollit hazardit, i cili duhet me pas, secili duhet me pas, dhe me thonë se sa kompani duhet me pas të pika kritike edhe i përcjell gjatë tërë kohës. Na jena në fazën kur kemi njerëz që janë trajnu në aplikimin e HACCP-it, mirë po duhet një periudhë kohore që edhe kompanitë të marrin një më të mira edhe të marrin gjatë tërë kohës të marrin domethënë këtë HACCP-in domethënë në praktikë. Kjo është ka ndodhur, disa firma të mira, sepse si po thotë zotëria, nëse veç ka nis, atëherë është më mirë me mbajt se sa mos me mbajt. Nuk është kurrë problematike çështja e pikave kritike të kontrollit, pikat rrezikshme. Problemi është ato me mbajt se është temperatura e njëjtë, janë disa senë që mbajnë shënime domon, për cilët temperaturat apo për cilën pikat kritike, ku vjen dhe të rrezikimi i sigurisë të ushqimit, për cilët edhe shifet sa po mirë mbahet që ajo po iket aty në pikat kritike të kontrollit. Nëse më ndam se me rregull nuk ka kurrë problemi. Mirë po ka, edhe pastaj duhet me pa se janë praktikat e mira të prodhimit, praktikat e mira të përpunimit, disa i mbajnë, disa nuk i mbajnë, nuk do të thonë që në sektorin e qumshtit, ku shumica rrezikshmëria është më e madhe në qumsht edhe mish, ndërsa te produktet tjera është pak më e vogël, kështu që shumë ka raste që në furra tona kena probleme shumë maja, ku po paraqiten probleme për shkak të mos mbajtjes së sene, edhe besoj që tarmën ka me qenjera për pika që Ministria e Bujqësisë ka më kërkuar që gjitha furrat e Kosovës ka me pas me implementuar HACCP. Zoti Yusufi, firma juaj është certifikuar, si reflekton kjo? Firma jonë është certifikuar me standardin ISO 9001 për 2000, revizioni i vitit 2000, po është jona certifikuar me sistemin e rrezikshmërisë ushqimit HACCP, zotëria përmendi. Kjo reflekton disa mënyra. Një prej vlerave kryesore që na e kena vrejt me pas certifikimit ka qenë që besueshmëria të klientët është rritur faktikisht. Një kompani vendore që prodhon një produkt të qumshtit apo longjeve, po ju gjithashtu kene probleme me konkurencë. Po. Qumshtit që vjen në Kosovë është shumë e lirë se sa qumshtit që prodhohet. Nuk e di unë qumshti më i lirë që vjen në Kosovë si që prodhohet, po unë më fol vetëm për çmimet qitjes, ministrat e dinë ndoshta më mirë, a është qumshti që importohet më i lirë apo jo, ajo është drejtë e tyre, po kena konkurrencë. Konkurenca ekziston prej prodhuesve të ndryshëm që vijnë nga shtetet e rajonit edhe shtetet evropiane, ajo po. Kjo është më shumë marrëmendja në ingerencë të ministrisë, se çka ministria planifikon të bëj si përkrah produktet vendore që të përparojnë dhe produktet që vijnë nga shtetet e tjera të rajonit apo bashkisë evropiane të janë në njëjtën konkurrencë si produktet vendore, të kanë faktikisht të konkurrojnë në njëjtat kushte si produktet vendore. Se ndasi që dim shumë produkte që prodhohen në rajon apo shtetet e bashkisë evropiane kanë subvencionime të ndryshme.
ndoshta jo subvencionime që direkt i jepen para, po subvencionime në tatim, apo subvencionime ndryshme. Kjo është në nivel administrative. Ministrat i kena këtu këta, ndoshta kështu më të merrni përgjigje pak më saktë. Apo vazhdojmë me një blok marketingo e me pas do të rikthehemi për të vazhduar me pjesën se çfarë është konkurenca, a është fair apo nuk është fair konkurenca në tregun tonë. Pyetja asnjë së dita. CC, pyetja e fundit. Nëse afatizoni për 3 muaj në Raiffeisen Bank, sa përcent do të jetë interesi? Në A, 2.6%, në B, 3.15%, në C, 4.3% apo në D, 5%. O ka mërë 5% për shkaj ka folë. Në B, 3.15%. A e sigur të se? O vlla, risitjetën nga Raiffeisen Bank. Për çdo shumë që afatizoni për 3 muaj, do të fitoni interes maksimal prej 5%. Fito shumë, fito 5%. Ti ndrej mendimin. Raiffeisen Bank, jeton me mirë. Paramendoni që të mos jeni më dhe paramendoni të mos ketë kush të kujdeset për fëmijën tuaj, të mos ketë kush t'i blej këpucë, çantë për shkollë. Paramendoni të mos ketë kush t'i japi një kohë qumësh. Gjëra të tilla në shtepin tonë nuk janë të mundshme. Për atë, kompania Devolvo nga çdo qumësht i blerë, Vita, i ka 3 cent për fëmijët pa prindër. Prej tani, çdo qumësht që ju bleni për fëmijën tuaj, dhe ushqen edhe një fëmijë tjetër që rritet pa prindër. Ardhmëria e fëmijëve tonë, ardhmëria e shtetit tonë. Qumështi jonë, qumështi Vita. Teknomarket në Prishtinë Terizaj dhe Gjilan. Salonet e teknikës me ofertë dhe çmime më atraktive në tregun e Kosovës. Ofertë speciale për festa. Teknomarket. Bern kërkon monitorues për mbolimin dhe monitorimin e shërbimeve publike në komunën e Prizrenit. Për më shumë informata dhe për mënyrën e aplikimit, shikoni kosovo.bern.eu.com. Zoti Zharko, ka shumë ankesa për prodhuesve vendor në Kosovë që konkurenca është jo reale, nuk është fair për prodhuesit. Pse tonë kjo kritik ndaj institucioneve? Spari do të ishte mirë të adresojmë lamin cilat është konkurenca jo reale, flitet për raste konkrete, në përgjithësi nuk po themi se na kemi një treg të lirë, pas kushtetuesës dhe në bazë ligjeve tona, kemi një treg të lirë, çmimet janë të lira, përcaktimi çmimit pashtu i lirë. Mirë, po ky tregu i lirë po na kushton. Po, tregu i lirë, absolutisht, tregu i lirë nuk kupton anarki, në mënyrë që na kemi një treg më të rregulluar kuptimin e konkurrencës lojale që kemi në Kosovë, na si vjet kemi themelu kemi proceduar në parlament, Komisioni Kosovar të Konkurrencës për 5 anëtarëve, qeveria ka proceduar në parlament, parlamenti e ka emëruar Komisionin Kosovar të Konkurrencës me 7-9 dorë në seancë plenare dhe Komisioni Kosovar i Konkurrencës dhe ka filluar punën, mbledhja e parë inauguruese e komisionit ka qenë në fillim dhjetorit. Unë besoj se çështjet që i përkasin konkurrencës jo lojale, tash kemi një komision pavarësisht që do të shqyrtojë ato çështje. Në anën tjetër mund të them se me ligjin për tregtinë e mbrëmshëm, intervenimi në treg, apo rregullimi i çmimeve që bisedum më herët që ngrisi çështje nga zoti Jusufi, është çështje e ndaluar me ligj, po në lëndë caktuar, sikurse është rasti për tregtinë me naftë, ne kemi bën ndryshimet, kemi propozuar ndryshime në realitet si ministri, qeveria besoj se javën e ardhshme apo mbledhjen e parë të vitit të ardhshëm do ta shqyrtojë edhe ndryshimin e ligjit për tregtinë me naftë, ku kemi kërkuar mundësinë e qeverisë që të intervenojë në raste të caktuara apo situata të caktuara. Me po ankesat janë kryesisht për shembull te çmimet, kur çmimet apo prodhimet që vijnë, rasti i qumshtit, është çmimi më i ulët se sa i prodhuesve dhe kjo ju sjell dëm prodhuesve vendor. Janë dy çështje, çmimi që importohet apo që deklarohet në dogan edhe çmimi që paguhet. Janë dy çështje ndryshme. Për këtë arsye, një çështje është e vlerësimit dogana që i ban çmimit
gjatë doganimit një madhe, kurse në anën tjetër gjitha këto raste, në si vjet e kemi pas shqyrtimin e parë në kuvend për ligjin anti-dumping, i cili do të shqyrtet gjitha raste që mendojnë produs tonë që dëmtojnë nga konkurenca jo lojale apo subvencionet e ndryshme që janë nga jashtë. Unë kam një pyetje për zotri ministrin. Ne e dim se në Kosovë industria që është në zhvillim më së shumti merret me industria ushqimit faktikisht. Pse ministria si ministri apo a ka ministria ndonjë planifikim të jap hapa konkret që të subvencionoj këto produkte ushqimore që prodhohen në Kosovë, siç ministri e përmendi më herët me zvogëlim me tatime apo vlera tjera. Kosova faktikisht na e dim që në Kosovë nuk ka industri zhvilluar, industri tron zhvilluar, siç është për shembull në Gjermani apo në Sloveni, industria automjeteve apo teknikës bardhë këto. Kosovë për momentin janë në atë fazë që industria që mundet me u zhvillu është industria ushqimore. Pse na nuk mundohem me ndihmu kësaj industrie, apo keni një planifikim si Ministria e Trishmërisë me ndihmu kësaj apo Ministria e Bujqësisë? Unë parimisht po flas ka unë parimore këtë mendimin tim personal në shtatë. Unë subvencionet janë çështje që ndonjëherë nuk përcjellen deri në fund dhe nuk i japin rezultatin e duhur që pritet nga qeveria, kështu që subvencionet unë personalisht që kisha ik subvencione, unë pajtona plotësisht që bujqësia është një ndër prioritetet e kësaj qeverie, bujqësia është një potencial i madh për rritjen e eksportit dhe zbutjen e papunësisë që e kemi në Kosovë, me siguri se do të shqyrtohen edhe me Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, çështja e lirimit nga tatime ndryshme apo mbështetje ndryshme, çështje tjera me dhe profesor dhe hapi do të na ndihmojnë. Po kështu është vërtet se disa vende këtu të regjionit po edhe më gjerë subvencionojnë produktet me preordre bujqësore. Kosovë ne këtë nuk kemi arritur dhe ta implementojmë, edhe pse kemi kërku. Pse nuk kemi arritur? Sepse rekomandimet prej fondit monetar ndërkombëtar të Bankës Botërore kanë qenë shumë strikte që t'ju hiket subvencionet. Premtime ka pas se do të ketë subvencionime nga kjo qeveri. Po, ka pas premtime dhe unë mendoj se në tardhmen ne do të lëvizim këtë drejtim, sepse që në këtë vit ne kemi filluar disa hapa vëzhgë, por kemi filluar me subvencionim, sepse për herë të parë janë shpërndarë mbi 1 milion euro vetëm si subvencione. Për kaq në kaluar nuk ka pas ose kanë qenë shumë më shumë vogla. Jo përmendet rastin e fondit monetar, do të thonë që nuk po lejon. Mirë, po unë kam informata që zyrtarët fondit monetar kanë thënë që qeveria nuk ka plane strategjike edhe për këtë arsye do të thonë nuk ka subvencione. Jo, nuk është ajo, po është problemi subvencionet na po i kuptojmë vetëm si pagesa direkte. Ato kanë qenë rrapsisht të vendosur që pagesa direkte mos ketë për momentin, edhe pse shtetet tjera bojnë pagesa direkte, ose paguhen për sipërfaqet tokës farmerët me një shumë 100, 150, 250 euro, por paguhen edhe prodhuesit e qumshtit me disa cent, por njëkohësisht aty paguhen me një shumë më të vogël edhe përpunuesit e qumshtit. Kjo të ne ende nuk është. Na si ndihmojmë këta prodhues, konkretisht prodhuesit e qumshtit. Në Agjencionin e Veterinës dhe Ushqimit vetëm ta përfundoj. Analiza folas për cilësinë e qumshtit dhe analiza tjera për shëndetin e kafshëve edhe të tjera, këtë vit kemi shpenzuar rreth 1 milion euro. Domethënë këto janë shërbime folas. Dhe unë këtë llogarisi si një subvencion. Pagesa direkte kemi pasur vetëm Mirë, po nuk është e vërtetë, do të thonë që nuk ka mungesë plane strategjik për bujqësi dhe për këtë arsye nuk ka subvencion apo nuk ka leju fondi monetar. Apo është kështu? Jo, nuk është e vërtetë sepse ata asnjëherë nuk kanë thënë që s'ka plan strategjik. Unë nuk e di ku ka plan strategjik. Ka plan strategjik. Kjo është më e rëndësishme për ndihmën e qumshtit, që më ndërlidh. Ndihma më e madhe tek prodhuesit e qumshtit është nëse caktohet kvota. Nëse caktohet në shteti, janë një kvotë caktuar që një sasi e caktuar të azojnë 15 milion litra apo 30 milion litra do të blehen nga prodhues kosovar të kompanisë XYZ, pas asaj mund të importohet ajo sasi që ka nevojë Kosova, që mund të jetë 10, 15 apo 17% maksimum. Ju lutem, edhe një çavem. Po, plan për zhvillim bujqësor dhe rural është plani viti 2007-2013. Edhe ky plan i zhvillimit rural dhe bujqësor është bën bashkëpunim me organizma ndërkombëtar.
Kjo është material I cili është kur kush dëshiron ta ketë, mund ta ketë edhe në email adresë dhe mund ta gjen edhe në adresën elektronike të Ministrisë së Bujqësisë. Për këtë ne nuk mund të themi se nuk kemi plan zhvillimi, nuk kemi mjetë, po kemi gjatë një seance, domethënë ne kemi marrë prej antarëve të Komisionit për Bujqësi dhe antarëve të Komisionit për Ekonomi dhe Financë në Kuvendin e Kosovës na thonë që gjatë një seance plenare ministri nuk ka dhënë arsyetim për mosdhënien e subvencioneve, mirë po ka thonë vetëm se nuk po na lejon fondi monetar. E lutëm shumë ata s'kanë informacione sepse ndoshta nuk I intereson shumë bujqësia dhe kanë mund ta thënë ato. Prandaj edhe një për përsëris. Plani për zhvillim bujqësisë është plan prej vitit 2007-2013. Plan për zhvillim bujqësisë. E kam një pyetje për ministrin. Sa I përket kuotave. Edhe pse ndoshta këtu ministri Zharku do të ishte, po unë kam lexuar CEFTA-n, sepse kam qenë I obliguar kur I kishëm disa presione prej prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit. Kuotizimet në marrëveshjen e CEFTA-s që ne jemi nënshkrues të saj nuk lejohen. Nuk ka kuotizime. Ne kemi nënshkruar dokumente tash nuk mund të ligjim ka produkte që si takojnë CEFTA, që jetu. Kështu. Të gjitha kuotizimet ose limitimet me ne janar vitin 2009 përfundojnë. Me gjitha relacionet. Edhe në dy kohët, edhe për eksport edhe për import. Domethënë nuk bile është interesant, Kosova nuk e ka posë edhe atë elementin e kombit favorizuar. Zoti ministra, dini ju sa vlet një litër qumsht në Kosovë lënda e parë natyrisht. Lënda e parë për përpunim? Për përpunim. Po sillet 20 cent deri në 40 cent bashkësisht prej 20 cent s'ka shumë Kosovë. Zoti ministri, pa përpunuar. I pa përpunuar s'ka shumë Kosovë 20 cent. Nuk e kanë marrë, ka pas periudha verës deri në atë nivel që ka pas para një vjet si vjet verës ka qenë, ose nuk ju kanë marrë fare. Unë e di që kompania nuk ka qumshti final prodhimit që vjen nga Slovenia apo Bosna. So është çmimi final që vjen në Kosovë. Po, I qumshtin nga Bosna apo nga Slovenia? Ministri, ndoshta e din. Ja, ministri, jo, parimisht, na po flasim për çështje, ti dojmë një herë dy çështje ma në Armenia. Nuk po flasim për ekonomik, po. Po janë këto çmime të cilat problemet, domethënë këto janë probleme që I kanë prodhuar. Shumë edhe, na po flasim për dy çështje, për çështjen e tregut lirë edhe për çështjen e futjes barrierave apo kufizimeve ndryshme. Këto janë dy gjëra që përjashtojnë njëra tjetrin. Na nuk mund të jetojmë në Unionin Evropian, I cili na ka dhënë preferenca që çdo prodhim I jon mund të eksportohet në Unionin Evropian pa kurrë taksa doganore, ti thëmë, ju na lejoni ne me eksportu pa dogan, po shtat vjen për Evropën, Kosovë na vlen doganë. Po në Armenia si nuk janë çështje parimore, flasim për në tjetër, po. Sa modelit, baza doganore për qumshta që ka 35 cent, për një periudhë ka hyrë për një 55 cent ka hyrë, mirë po një kohë ka hyrë edhe çmimi I qumshtit ka hyrë në Kosovë, ka rritur deri në euro qumshti Central Park. Qumshti në Kosovë, vitin e kaluar është dëmbulluar me çmim më të lartë. Unë shumë respektoj kompaninë Devoli sepse ka paguar kvalitet, që është një mënyrë se si është mirë me bërë subvencionimin, domethënë me dhënë subvencione për ata që prodhojnë kvalitet, ka dhënë 10% më shumë, me cilët I kanë motivuar që ata fermerë që kanë qenë mirë me vazhdim me prodhimin e sasive në kvalitet, sa më të mirë qumshtit për të pasur profite shumë të mëdha. Ndërsa ata që nuk prodhojnë kvalitet, normalisht ju ka shkuar çmimi në 20 cent, mirë po gjatë periudhës verës ka pas kompani që nuk kanë qenë serioze, edhe për shkak të picës së qumshtit ja kanë paguar jo 20 cent, por kanë ndodhur që në 15 cent dhe ka qenë në sezon mere, në sezon dhe. Çmimi ka shkuar deri në 40 cent për disa kompani, kur ka marrë premi, mirë po në këtë rast, Ministria e Bujqësisë mundet të reagojë nëse sektori qumshtit ose shoqatat që ne këta kanë krijuar bashku, është mirë me bë analizat së bashku me gjitha dy ministrit, edhe me po analiza ekonomike, të jetën komenjes teknik, edhe me pregadit atë marrë me rekomandime se çka duhet me ndryshu, edhe cilat janë ato politika që Ministria e Tregtisë Industrisë e Ministria e Bujqësisë duhet me ndërmarrë që na me te I kalu domethënë këtë fazë. Na nuk jena to e bo ato. Shumica prodhuesve niset për vetveti. Çfarë bën që si shkon biznesi, mirë ai vetë quhet dhe tregon me problemin e vet. Nuk veprojmë si grup, po veprojmë si individa. Nuk na intereson interesi përgjithshëm, po na intereson vetë interesi individual. Dhe çfarë moment që nuk kanë fitim, atëherë automatikisht nuk më reaguar edhe ku më tentu që më bën ndryshime. Deri atëherë jo. Këto duhet më bëni planifikim. Ma fa gjatë, Ministria e Bujqësisë
më me thonë, është njëna prej para që ka plani strategjik 2007-2013, se në ku marrë pjesë edhe vetë, edhe jam të marrë pjesë në implementin e ti, më me thonë që Ministria e Bujqësisë është shumë para, Ministria tjera sot nuk e kanë këtë plan fare. Pasi që ha tema konkurencës, të shohem një reportazhe cilat tregon se cilat janë problemet e prodhuesve kosovar. Fshati Sfeqel në komunën e Podujevës është shumë i veçantë. Për ata që nuk e kanë ditur, ky fshat njihet si fshati ku toka punohet shumë. Lakra dhe specat e Sfeqles janë shumë të njohur jo vetëm në anën e llapit. Fermerët dhe fermeret individualisht prodhojnë edhe domate, qep e patate. Përkundër kësaj, prodhuesit kanë shumë probleme. Po problem është se mas pari tregun, çmimi është shumë i ulët, edhe s'kem përkrahje prej asnjë institucioni, dhe me forcat tona, qa mund. Edhe përkundër faktit që fermerët kryejnë punë shumë të madhe, shpesh ndodh që prodhimet e tyre të mos shiten. Atyre u mungojnë mjetet e transportit për bartjen e prodhimeve deri në treg. Kështu që bereqeti kalbet në për ara e mundi shkon huq. Bas fermereve të mija që i kanë mirë lakna që konë në fillim të sezonës, ato asnjë si kanë shit krejt që ashtu ju kanë mirë në për ara. Me pas ndim prej dikuj, besoj që vullneti është tepër i madhë. A mundet Sfeqla me mbulu këtë Kosovën me prodhime të lakna dhe specave? E mbulon, dhe i 80% besoj që e mbulon. Në anën tjetër, prodhuesit e produkteve të qumshtit kanë vështirësi për të deportuar në tregun kosovar. Problemi kryesor i tyre është fakti që këta prodhues trajtohen njëjtë sikur se tregtarët të cilët importojnë ushqim nga jashtë. Për shembull, Syzana Aliu, edhe pse vetë prodhon akullore, ajo ka problem ta plasoj prodhimin e vet në treg, për shkak se akullore tjera hyjnë në Kosovë edhe pa paguar tatim e dogan, që e bën konkurencën jo fair. Sot Kosovë me udhëheq një biznes me tregu drejtën është mjaft rënd. Se nuk kemi përkraje absolut prej askujt, domethënë as prej qeverisë, as prej askujt. Kemi produkte të cilat vinë domethënë prej shteteve tjera, sidomos ta cikëm kufinin e Mitrovicës, vinë produkte qumshti, djathit edhe lloj produkte tjera domethënë që nuk kontrollojnë nga askush, nuk paguajnë dogan, nuk paguajnë të vëshët, tatim fitim apo absolut domethënë nuk paguajnë asgjë, edhe kjo ndodh që na mos me qenë konkurrent në treg. Pra, problemi i madh për prodhuesit kosovar është konkurenca jo lojale në vend. Vin akulloret, pa kufa mbi shkrimin te, se nuk funksionon dogana siç duhet, domethënë me shkru prejarë dhe produkte. Tash kove të fundit diçka po bisedohet, që ka me qenë diçka ma në rregull, mirë po deri tash na ka shkatruar jashtëzakonisht shumë, se domethënë prodhuesit e jashtit vjen domethënë një qytetar i Kosovës importon produkte prej jashtë. Mirë po ato produkte nuk kanë absolutisht kur farë mbi shkrimi. Nuk shkruan, as afati, domethënë kur është prodhu, sa ka afat apo absolut asgjë nuk shkruan ka. Edhe domethënë inspeksioni nuk funksionon siç duhet. Fëmijët domethënë s'mund mi kontrollu prind se çka po marrin, çka po hajnë në qyshte. Domethënë mund me ndodh më e keqja, si për konsumatorin, ashtu edhe neve po na dëmton, domethënë si prodhues sepse nuk ka absolut kurfa kontrole. Ata që po bojnë ata të jashtit, domethënë që zbrasin ato depot e tyre, edhe në Kosovë, domethënë, pe kanë vendin shumë përshtatshëm për me hi produkte ta kufar probleme, domethënë, Kosova, domethënë, lesh më në thonë si një kontenjeri produkteve që nuk guxojnë, domethënë, atje të, domethënë, qiten shitje. Mi pa ata për mi pasur depot e tyre, i çojnë Kosovë edhe zbreçmime, sa ata marrin me një çmim shumë thirr. Të gjithë këto produkte vendore e tradicionale që po i shihni këtu janë bërë nga gratë kosovare. Ky dyqan është i bukur sepse në gjanë Kosovës. Është i ëmbël këtu si mjalta, do të thonë është një bukurui i grus kosovare. Mundet me qenë e ëmbël si mjalta, e thakt si tushia, e shëndetshme si çaj. Edhe do të thonë kur të vini këtu keni me pas sepse këtu janë disa prodhime ku i përfshin do shtare dikur rreth 100-130 nga prodhuesit Kosovës. Nuk bëjnë dashsi, a është përkatësi serbe, apo është shqiptare, apo fen, të gjitha gratë, të cilat i kanë prodhimet e veta dhe të cilat mundet me mbulu mu në shitje, unë nuk i refuzoj. Prodhuesit e edhe bizneset kërkojnë më shumë përkrahje dhe politik më të favorshme për bizneset vendore. Unë për 9 vite nuk kam pas kur përkrahje nga qeveria. Të fundit për shembull është bile me ndihmu me këshilla.
Sepse tash po i tregoj një shembull, nëse gruaja prodhon, unë tash jam dyqan e pavarur. Mu kur të vjen policia financiare me kontrollu, për shembull mu nevojitet një fakturë e cilën malshon madhin gruaja e cila është prodhuese. Tash, nëse ajo malshon fakturën, ajo mund të timohet atje. Do më thonë, nuk i kemi këto njohuri, nuk i kemi për shembull diçka në botë në vendeve ku fillon zhvillimi i një shteti, do më thonë, duhet me pas një përkrahje nga qeveria. Për shembull, nëse unë i ndihmoj aty në grave, do më thonë, momentalisht i kom punësu me 130 gra, që do më thonë e eku një barë mjaft madhe nga qeveria, unë nuk kom kur farë. Edhe nëse ju drejtohen për ndonjë, domethënë me ndonjë lëshim ose ndonjë që gjithmonë kanë thonë, nëse ka ndonjë birr diku në ligje që mundën për shembull me përkrah unë sepse unë i përkrah gra tjera në zhvillim, atëherë zakonisht më thonë ti je ajo që duhesh me pagu tatimet normal, nuk mundesh ti fiton. Këto në rregull që fitoj unë, ai edhe kur vitrat në xhami kur ti mbledhin vitra 10% i japet atij që i mbledh. Do më thonë edhe mund të kanë, sepse unë e kom qyrane, kom tjera sene. Plus, nga aj fitim që unë e fitoj, i ndihmoj grave tjera të cilat nuk kanë mundësi. Me pas prodhim suksesshëm, çka duhet me bë? Çka duhet me bë? Na në maksimumin ton jem prodhon si produs. Do më thonë jem të bë punë jashtëzakonisht madhe. Mirë po qeveria duhet më na ndihmu, do më thonë për me do më thonë dogana me funksiono mirë, se na shembull jemi tatim pagus të rregull, do më thonë gjithçka që i parashtrohet, do më thonë me firmës me gjikajs, si firmë, do më thonë me tatime jem gjithçka e sallon. Mirë po, që të produktet që po vinë te vendeve në rajon, do më thonë ata po vinë në çapnisht që po vinë, do më thonë te pika doganore Mitravit, hynë, ta prish tregun, edhe ta prish edhe vullnetin për me bo një punë kaq madhe. Zoti Vehapi, pam shumë kritika për institucionet për mos përkraje. Ministria ju, në fakt, mes tjerash, është edhe kryon klinë të përshtatshme për zhvillim të prodhimtarisë kryesisht bujqësore. A keni ditur që në speqël, për shembull, jaknat kanë me jetë në kalë në përara? Po jo vetëm Sveqel, po me vinë nga komuna Rovesit atje që bujqësia është në krahasim me vizë të tjera të Kosovës është shumë a zhvilluar, kanë mbetur edhe në vende të tjera. Dhe kjo është konkurenca, ne kemi nënshkruar marrëveshjen për tregtit lirë, nuk kemi ekonomi planifikuar. Po. Kemi tregun e lirë. Po. Unë deshta me thonë që përpara shumica e prodhimtarisë bujqësore që është bë o kanë e dirigjuar vetëm nga prodhimi. Ke pas me prodhuar dhe ke pas tregu 25 milion, në cilën ke mujtë me bërë shqit në aty prodhimit. Tash ka ndryshuar situata. Tash kemi një treg i cili përfshin dikon 2 milion mas pare, e mundësisht kena ndoshta ndonjë mundësi për eksport disa prodhime të cilat janë ndoshta specifike, edhe shumica produsëve tonë orientohen prapë prodhojnë pa pase akva treg për ato prodhime ajo. Çdo produs i cili po më thonë, çdo produs më thonë që mbas pare duhet me pa akva treg, pastaj janë nisur me prodhu. Vitin e kaluar lakna kanë shku 8 lakna kanë shku 8 euro, ndërsa si vjesh më me pas që dikon 4 cent është kilogrami i lakës. Normalisht që edhe fshatarit që e pamë atu nuk ka hesap me pagu punëtor, mi ngarku ato lakna, ndoshta për çështje humanitare në zonë, veç nëse vendohet domethënë për çështje humanitare. Po pat kritika për shkak që kanë mbetë atë se s'ka pas përkraje, s'ka pas transporte, s'ka pas shteti, pak a shumë duhet me krijuar një klimë ma të pavarshme. Po shteti në sionismë ndikon trega atëherë veç kanë me linë komplikime shumë të mëdha dhe kanë pas probleme më të mëdha. Nuk besoj që shteti duhet me ndikon tregun e lirë, duhet me leju që biznesi mu zhvilluar. A me leju që me met laknat më kalë në përara? Jo, vetëm se kjo i tregon me familje që në vitin e ardhshëm duhet me menuar me planifikuar shumë më mirë dhe me qenë më i gatshëm në përballu edhe me konkurencën që vjen në vende të tjera. Nuk konkurenca është më lirë. Po konkurenca është e lirë, është çështje që është, nuk kena më ndryshuar tash, jo po është më e lirë. Po përgjithësi kjo gjithmonë ka qenë, konkurencë lirë ka pas gjithmonë. Sidomos pas luftës, ma thonë proces po mund të shpijojmë, pse kanë ata më të lirë se sa na? Pse ka Maqedonia më lirë lakën se na? Maqedonia pse ka, nuk e ka shumë lakë më të se na. E ka disa produkte specifike thotë, ka më të lira se na, sepse vjen në periudhën kur Kosova nuk prodhohet, 2 javë ditë më herët ata piqet sa më herët, kështu që ka i makun për 1 javë ditë nëse mrrin ti
me prodhu ma herët për një objekt e mbledha fitimin. Zakonisht kur tim gjithën prodhim, që do mos të na ndohë kjo të specat gjatë periudhës gushtit e dhe në ministri shumë jetë, kena hiperproduksion specave. Edhe që ndodhë, vjen që një si mërjesh ka ndodhë që nga blemë 20 cent me 60 cent 3 kg speca. Mirë po, me kalimin e kohës, edhe këta fermer janë të e pasi kjo është Do të thonë që Kosova paska s'ka me prodhu. Edhe vetëm se duhet mas parë më koncentru me gjithë treg tanë një anis me prodhu. Duhet me këqyrë tregun rajonal, nuk duhet më koncentru vesh në Kosovë, me nuk nuk ime shqip për 2 milion njerëz. Po ku e dhe i speqes për shamu që shumë normalisht që ministria, 2 ministrit kanë punu ma shumë dhe manë që më ndihmu në marketingut, normalisht të kompani tjera, më gjithë vjesë në vende tjera. Nuk mund me prit që sasin që me prodhojmë në periudhën e gushtit. Po që shka me qita në rajon kërja lypë standardizimin, mas në? Po normalisht, po për po të jam fillim, mua vjetet. Ska standard. Spesat lopë në s'ka standard. Ska standard, në kështu e kualitetet. Nëse shita si prodhim. Cilësin e kualitetet që kontrollohet. Ministri Zharko e përmendi fillim se me cifra Kosova i ka hek të gjitha barierat, sepse s'mundën të vendosin kvota. Po kthehemi tash një informat tjetër. Shumica shtetet, gati të gjithat në rreth Kosovës, asapen e kanë të obligun për 1 janari 2009. Nëse një produs kosovar, këtë rast, ajo zonja e cila prodhon turshi kosovare, nuk mund të shkoj të konsumoja 3,40 apo 50 milion konsumatorve të cefës, sepse barjere ka një standard. Apo atë që e tash unë në fillim, për shembull si Bashkira Pjane, edhe pse ne tash jemi kombi e cili kemi preferencë të caktuar në Bashkira Pjane, nuk kemi dogan si produkte kosovare në Bashkira Pjane, por kemi ndalesë sepse prej 1 janari 2010-s nuk mund të hymë në Bashkira Pjane tregën evropian, qose se kemi standardizimin. Mas për duhet më kuptu. Mas për duhet më po, a kena sasi plaftueshme. Problemi kryesor të që ka sasi, ka me të në këtë rast ka me të lakna, mirë po ka shumë produkte tjera bisore cilat na nuk kena ose sasi, ose nuk kena cilësi. Domthon, nuk kena në konsistencën e prodhimeve, nuk e kena standardin e njëjtë. Ka ndodhur që ka raste prodhime djathtë në Kosovë, cilat një herë kanë një shije, tjetër herë kanë një shije, apo ka rast prodhim konkret, po them. Mira, duhet me pas kontroll, nuk me pas shihen gjithmonë njëjtë. Po normalisht ai duhet me pas kontrollin e vet, sepse konsumatori nëse shkoj një herë nuk e gjoj atë produkt, unë shkoj vjet tjetrin, edhe nëse ma 6 muaj do ai prap del, unë ndoshta janë nisi prap në konsumo ato. Mi po nëse nuk ka tan kohë sa si mjaftueshme, që unë si vles kushoj si konsumator mi vlen ato, ata nuk mund të prit që ka me qenë konkurrent, sepse unë se stëjë ato shkoj marr tjetrin. Zot Merat, a ka mungesë marketingut në këtë aspekt, do me thonë, o tha që ka mungesë, ndoshta për të arsye mbesin ato edhe në përara dhe... Po, është vështirë shumë me bo marketing për prodhuesin individual. Fatkeqësia këtu është që nuk ka organizim për tëllë të biznesave, që kjo duhet me ndiku që në njëra rejon, përmeni Ministri Rahovecin, shembull ta marrin 2 apo 3 kompani Rahovec me qenë kryesore, të cilat i mbledhin gjitha produktet bujqësore nga të farmerët e qëti regioni, e bëjnë një korporat caktume, me një emën caktume, me një brend caktume, edhe më ndeshesin, edhe përmendet e Kosovës, edhe jashtë Kosovës. Tu po përmendet Evropa konstant, po e harum Amerikën. Para 3-4 ditë dhe bushin a lejoj me shqip produktet, 4200 produkte mundim me shqip në Amerikë. Mirë, qëka është ma let me promovu për juve? A është ma let me promovu produkte vendora, këto të huja, të importume? Po, nuk ka kur gjë më letë, kur gjë më vështirë, çdo se në këtë procedurën e vetë dhe procesin e vetë. Varet për produktit, për çmimit, për promocionit, për procesit, për evidencës fizike. Te besueshmëria, e përmendi Fadmirin fillim që po mendoj është puna dhe të shija të cilësia. Absolutisht është e një bile më shkatësi të promovohet produkti vendor, si në rastin që unë kam pas fatin që të krijoj disa nga brendet dhe të jem pjesë e marketingit dhe promocionit të çmimit Vita, të langjeve Tango, të langjeve Dolce Vita, të Prince Capes turke, ku është punuar me një vullnet me ekspertizës botnore në marrëdhënie konstante me Tetrapakun, si kompani multinacionale, në marrëdhënie konstante me vetë përfaqësues të devollit kompani që vjen njerëz me trajnim gjatë në çdo segment, si në zhvillim produktit, po ashtu edhe deri te realizimi i cilësisë dhe standardeve. Edhe atëherë shumë e lehtë moralizohet. Mirë, po kujt i besojnë kosovarët më shumë prodhimeve vendore apo prodhimeve që importohen? Kujt është më lehtë thjesht një hashim varet nga produkti. Nëse tash së bashku ndërlidhet bashkë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, e cila normal nuk ka mjetë, po kërkon nga USAID që të bëjmë fushatën të blejmë kosovare, edhe na vetë si kosovar
të kemi patriotizmin ekonomik, tham, s'pas ka kohë, s'po mund me ndalu, atëra dhe djesojmë natë, këthejmë të këtë vetja, krijojmë patriotizëm ekonomik, dhe blejmë produkte kosovare, Ministri tha para se me fillu emisioni, nuk ka nevoj me ndërprej produktin me hy, po mos e blej produktin. Dhe në që se lidhëm që to, atëre është shumë më letë më zhvillu ekonomia e Kosovës, edhe mundësimi për eksport, ka më disa prej produkte. A ka mundësi vesh me ndërhyrë? Këtu ne duhet vetëm të këshillojmë farmerët, sepse ata e mësue, nuk kanë kalu shumë vite, kur ata s'kanë mendu kur me shqit. Janë shumë pak vite janë ato. Edhe kjo është shumë e thjeshtë. Tenton dikush prej... Shumë e qartë. Unë e kumë posë si vjetë rostin e porë, më ballavëshu me farmerët krushës mode të cilët prodhojnë në sasit konsiderushme specie në sezon. Edhe thashaj, nuk mund prej një individ me i morë prej tokës specat dhe me thotë t'i shesën në shtetin tjetër. Nuk mundet. Ata e mësun kalumen shkojnë deri në Sloveni, sepse s'ka posë kërkun, askun s'ka posë kufi. Edhe ne me një këshirë, me përfaqësuesin e Ministrisë Tregtisë, me përfaqësuesin e doganave. Ata farmerë, qofshin këta që prodhojnë lopna ose produkte tjera, mund të organizohen shoqata. Shoqata do të ketë logën, do të ketë të gjithë dokumentacione për sjellës, edhe prodhimi që duhet të eksportohet atina sporin në kufi i kërkohet prej ardhja. Me nuk mund kur në ati teket tash mund të s'kom shqitet edhe pse unë e së në pëshes. Duhet më organizu, është ligji për kooperativat e bujqve, edhe është mundësia organizimit në shoqata. Bujqet mund të organizohen, mund të jenë disa bujq, disa farmerët mirë, pastaj ne kemi edhe një diçka në Kosovë që na mungon shumë. Kemi pas mundësi për shembull marrojmë me qindra punë, pas po thonë bashkë janë qindra, vjetra, s'është shumë kohë në komunat Kosovës, dhe nuk kemi vende për ruajtjen e prodhimeve sezonale. Kërkuj nuk i bën ndërmend që ndërton diçka ti ruaj ato lokra, ti merr ti grumbullon edhe ti ruaj për një mundësi. Ka mundësi një kompani që ka kapital. Krenë fond edhe nga një pyetje, a ka Kosova që ka ofron, zoti Zharku, në rajon me prodhimet veta, mirë po edhe me gjërë? Çka ka Kosova që mund të na ofrojë? Natyrisht pikë parë ka të provoj, ka të ofrojë prodhime bujqësore, ato që i pam deri më tash problemet që janë. Jo çasi jo. Kuptimi prodhim bujqësor, po flas prodhim bujqësor në përgjithësi, përpunim të produkteve ushqimore, nuk po kalojnë nga një tjera në minierën, minerale e qëna tjera. Megjithatë Kosova ka potenciale të mba natyrore për të eksportuar. Mirë, po ju keni thonë se nëse Beogradi nuk heq shpejt blokadën ndaj futjes ose tranzitit madrave nga Kosova nëpër Serbi, atëherë edhe produktet serbe nuk do të mund të hyjnë ose të kalojnë përmes territorit të Kosovës. Për cilat produkte e keni fjalën? Kur flasim për produkte, flasim për import në përgjithësi, flasim për mollë. Na jemi duke shqyrtu ajo që Kosovë ndrysh me shtet edhe me Republik. Po dhe shumë normale, po shumë ato ne kemi fol për gjitha mollën përgjithësi. Nëse vazhdon Serbia me këtë blokadë, na jemi të shqyrtu anën procedurat ligjore. Pare dojmë të tregu se si shtet natëna është ka ligj, ka rend, respektojmë kushtetutën tonë, respektojmë shtetësinë tonë. Na e kemi drejtu sekretariatit SETA për këtë çështje, sot kemi marrë një përgjigje nga ana sekretariatit që ato anë politikës mund në zgjidh, na vazhdojmë me procedura tjera, kemi nën komitetin për dogana dhe origjinë të mallit dhe vazhdojmë deri në komitetin e përbashkët për ballë ministrat. Natyrisht ne duhet të përfillim gjitha procedurat, nuk përjashtohet masa e fundit, natyrisht që marrëveshja e lejon reciprocitetin, po ajo është masa e fundit, cilën absolutisht si qeveri, po thamë personalisht nuk hezitojmë ta ndërmarrim. Zotëri Mera OPC-ku edhe më herët, shumë do mosa tjera janë që mund mi marrë para se qeveria ta marrë masën e fundit blokadës, bedisimin e biznesive tona, bedisimin e popullatës tonë, pa shumë probleme sa i përket monave ku nuk shkohet produsi, ku nuk shkon gjona tjera, nuk shkohet afati, përmbajtja e konsumatorit, na kemi pasë vjetri fushata përmbajtja e konsumatorit, njëra për tyre mbaron sot që ka qenë organizuar me OSBE-n edhe me Kuvendin e Kosovës, me shtatërës qërtje që konsumatorët apo popullata duhet jashtëzakonisht shumë tjetë e vetëdijshme të ndihmojë ajo në këtë aspekt. Zoti Rapi, a ka Ministria e Bujqësisë ndonjë analizë reale, konkrete të potencialit prodhues të Kosovës? Çka konkretisht Kosova mundet me prodhu edhe me ofru edhe për tregun rajonal edhe ma gjanë?
Për shembull Kosova tani për tani eksporton verë. E dini se eksporton verë. Edhe importon. Këtu ajo është që tashmë nuk kemi limite as kuota as pengesa as për eksport as për import. Importohet në sasi shumë e madhe verës prej molit zi dhe konsumohet në Kosovë. Edhe pse ne kemi verë të mjaftueshme, por njëkohësisht edhe eksportohet bile në efekt veçantë eksportohet një sasi bukur e madhe verës në Serbi. Përpos verës kemi diçka tjetër? Kemi edhe produkte tjera të gjitha, perime, pemë, kemi potenciale sepse Kosova është edhe për këtë zonës gjeografike. Po dolem të lakrat dhe specat e skreqës. Edhe këto janë, domethënë u pa që skreqla ka mundësi edhe Kosova në përgjithësi, po ato po kanë bananën tjetër. Neve ngecim në kapacitetet për ruajtje dhe për punim. Nuk duhet mendojmë vetëm për prodhim. Për ruajtje dhe për punim. Edhe për plasim kuptohet. Nëse prodhimi bursor, po flasim për prodhimi bursor, është ato që janë ekonomista e mësojnë teorinë e Kopvebit, e cila mëson që prodhimi bursor është shumë specifik. Nëse me një vit kemi një çmim nol prodhimi bursor, vitin nashëm prodhimi kombëtaria dy fishor. Nëse si vjet kemi çmime tulta prodhimi bursore, vitin nashëm kombëtaria absolutisht për gjysmotën dhe për shtatet. Është përgjithësi cikël i zhvillimit ekonomik të sferë. Pero në komi pyetje për mi Kosova sfida, për shembull nëse doni ju me qumshtin në Maqedoni? Tash për momentin nuk kena sfida, po kena pas në kaluar ku eksporti i qumshtit në Maqedoni ka qenë kvotum. Faktikisht edhe kanë pas disa kërkesa specifike, por pas marrjes së certifikatave ISO 9001 të problemive hasopit, nuk e kena atë pengesë. Por unë e pata një pyetje edhe për ministrat, a kanë ministrit e juja planifikime konkrete qysh me ju ndihmu prodhuesve dhe përpunuesve vendosë, siç ndoshta është me zvogëlu tatimet apo me ndihmu asaj zojes atje ku kanë atë kapitullin që mos më prodhu që shumë lakna, mos prodhu lakna, po prodhu diçka tjetër, apo me ndihmu me farë për më prodhu diçka tjetër që mos më u kalbë ato. A keni plane konkrete? Pa konkreta, kemi konkrete. Në nivelin më të thonë konkret. Po, konkret, po përmendin si vjet agjencioni përndërmorë vogla të mesme, ka ato që përmendën këshillimet, e kemi skemën voucher këshillime mbi 60 kompani kanë marrë pjesë, kanë përfituar nga kjo skemë këshillimeve. Në anën tjetër është për krah panajiri për gratë, panajiri gratë në biznes, po ashtu si vjet ajo për rritjen e vendisë për konsumimi prodhime vendore, ju dini që në bashkëpunim me Aleancën Kosovare të Biznesit është përkrah ajo agjencion. Në anën tjetër, natyrisht që qeveria ka mbenu edhe për gjanat fiskale, ju dini që paketa fiskale fillon prej 1 janarit 2009, në parlament është aprovu, për kundër asaj që edhim për grami specifike apo për fushat specifike të ekonomisë që bujësia ndoshta duhet mendohet edhe në nxitje specifike tatimore. Zotëra, sa buxhet është ndarë për vitin 2009 për sektorin e bujqësisë? Është ndarë 12.106.000 euro. Kjo është. Që nuk është shumë e madhë me këto të vitit, po në shumë i dallueshëm me vitin 2008. Po në përqindje është shumë i dallueshëm, sepse në vitin 2008 ka qenë 8.800.000, në përqindje është rreth gati 20%, por nëse e marrim si shumë përgjithshme, edhe më tej është përgjith. Më shpresoj që në tarmën të prodhuesit tonë kanë punuar shumë në kvalitet, i përmirësu kalitetin deri në atë nivel që na me pas shumë pilot në produktet tona, i prodhu jashtë sasi që me mujt me thonë që kena potencial për eksport, sepse kjo është një problem. Në këtë rast është një rast specifik ndoshta lakna, edhe duhet me punu shumë me edukimin e fëmijëve tonë, do me thonë për konsumimin e produkteve vendore. Sepse prej atje, nëse ja filloj me edukim për fushata promovuese zgjatin, për një periudhë kohore ndryshojnë, ndoshta njerëzit e ndryshojnë, janë nisur me vlerë disa prodhime, një po pas një kohë prap kthehen atyre vetive cilat i ka mësuar si fëmijë. Kështu që mendoj që prej qendrës së këtij lart duhet të punu shumë ngritjen e vetdijes fëmijëve tanë, pas edhe të njerëzve të moshave të ndryshme që të konsumojnë sa më shumë prodhime vendore, që besojmë aty në prodhime edhe që në tutje të prodhojmë sa më shumë
që të kemi parë për vend e pastaj edhe për eksport. Ministri Vehabive që shumë përmendi më herët që një ide shumë e mirë ka që të krijojmë hapësira për rujtjen dhe konzervimin e produkteve bujqësore. Atëherë unë pasi ministri Vehabive që përmend pse nuk e bën ministria juaj një kësaj lloj projekti faktikisht për mi ndihmu qytetarëve apo pse nuk është kërku apo ka kësi projekti të kërkuar nga konferenca donatorëve që të krijohet kësi hapësira. Kemi përgjigje, që konferencën e donatorëve ato janë investime individuale që i përkasin sektorit privat. Mundem i përkat edhe sektorit privat definitivisht, po mundem me qenë edhe investime të ministrisë faktikisht, që një rajon si që është rajoni Rahovecit apo rajoni rrethinës Prizren që është shumë i zhvilluar, është bujqësi, atëherë pse nuk krijojnë si qendra të mëdha gjëra për ruajtjen apo konservimin e produkteve bujqësore që mos ndodhë si këtë rast që laknat janë kalë. Që unë mendoj se kjo është i përket sektorit privat, kompani duhet mendojnë për këtë. Nëse him në ato, atëherë në ngjon aty në kooperativa shtetërore, aty në depove. Nuk është aty kooperativë shtetërore, nëse na ndihmojmë një prodhuesit vogël apo një banorit Kosovës që të flajra hashtu, sepse prodhoi shumë lakna si vjet. Atëherë na jemi në obligim edhe të shesim produkt. Shikos të nderuar, ju falenderit në vëmendje, për çdo vërejtje dhe kritik mund na shkruani në jeta-në-kosovë.com. Menjëherë pas kulmit të javës dhe dhëndrit të Kosovës do të ndeshme debatin komunal jeta në fushë Kosovë. Nga unë Muhamet Haroma, natën e mirë. Ideja është me i qip 120 pula në bord kuvendit. Pulat janë gjolla, pulat kanë më konë në 6 ose 5 paketa. Kafeza dhe më thënë. Që i bje që na ma të soj kena me shku të kamionit, edhe varsisht për peshës soj, i bje ka 2 veta me kodë ka një kafes. Ju 2 veta që e kapni qatë kafes, që e kafes boti juvi, edhe botë përgjithsi e juvja, që qëtë pula shkajon kafes mi qita nina. Mi gjujt. Mirë po jenë lokacionet ku kena u pozicionu, okej? Qëtu është rejsi i Skënderbejut, okej? Qëtu trotuari, qëtu kuvendi, qëtu qeveria. Qëtu një fakt treni i vjetër, 2 kafeza kanë më konë qëtu, një qëtu, okej? E tjertë kanë më konë për gjatë trotuarit, okej? Qëta që jenë qiknena kanë me bëhat farë shojnë se kanë mi marë pula për njëjtën kohë dhe kanë mi marë ndore dhe pa thonë për një herë krejt kena me i gjuhë. Dhe më thonë që kjo është ajo. Nëse vjen sigurimi me na nol, nuk ka rezistencë, nuk ka luft ose dhunë ose adin, nuk ka mu përlesh kur gjo. Vjen sigurimi na nol mi krejt. Okej? Hajde. Kuvendi Kosovës gjatë vitit 2008 ka dëshmuar se i mungon guximi dhe iniciativa për të diskutuar për çështjet që janë me rëndësi për vendin dhe për qytetarin. Kuvendi Kosovës ju është nënshtroar presioneve politike, duke humbur shpeshherë pavarësinë dhe integritetin e institucionit më të lartë vendimarrës në vend. Për të përmbyllur aktivitetin e aksionit qytetar Fol 08 për vitin 2008, ne kemi bërë nga një dhuratë secilit deputet të Parlamentit të Kosovës, një dhuratë që është simbol i mungesës së guximit dhe iniciativës. Pra secili deputet i kemi dhuruar nga një pulë. Sot kemi hedhur 120 pula në borën e Kuvendit të Kosovës dhe secili deputet ka të drejtë të deklaroj pulën e tij ose të sot.
Ofertë speciale për mikrobizneset që shpërblen shumë fish. Merrni kredi deri në 50.000 euro me përgjigje brenda 48 orëve dhe fito. Kredi me 0% shpenzime administrative. Afat të kredis deri në 6 vite. Kredit kartel pa shpenzime për mirëmbajtje, plus mbi tërheqje me 0% shpenzime administrative. Fito shumë fish. Raiffeisen Bank. Jeto më mirë në shtetin më të ri. Teknomarket në Prishtinë Ferizaj dhe Gjilan. Salonet e teknikës me ofertë dhe çmime më atraktive në tregun e Kosovës. Ofertë speciale për festa. Teknomarket. Vend kërkon monitorues për mbolimin dhe monitorimin e shërbimeve publike në komunën e Prizrenit. Për më shumë informata dhe për mënyrën e aplikimit, shqipani kosovo.vend.eu.com. Në shtetin e Hamar, sovranë demokratike, në midësinë të përhershme, me jalajatët tonë Amerike. Fëmijët, a keni qenë mirë, ose këtë vit? Mirë! Bravo! Oh! Të nga djeta! Unë jam Baba Dimri, edhe për ndryshe, po merna shumë nga prodhimin vendor, edhe me import-export në për krejt bota. Mirë po në kohën e fundit, është shumë vështirë për me furnizu gjithë fëmijët të botës me dhuratët për kryer, sidomos në këtë krizë ekonomikë. Mirë po, sistemin e dhuratëve unë e kam mësu prej sistemin e tregtisë botnore, edhe po funksionon perfekt. Për shembull, dhuratët me kualitet më të lartë, unë e qoj në Amerikë, në Bashkim Evropian, edhe në Japoni. Jo se fëmijët atje janë mas mirë se këtu, por ata kanë standardet dhe rregullimet shumë të lartë, edhe dhuratët e keq s'në hin aty. Dhuratët me kualitet mesatar të qojnë Indi, në Rusi, në Afrikë, edhe në Amerikë të Jugut, sepse atje ligjet janë kom si kom sa. Edhe dhuratët që nuk muj me që në asë një shtet tjetër, unë e di këtu në Kosovë, ku nuk kanë fare zbatim për ligjet ose rregullimet e produkteve. Në fakt, kam disa dhuratët special, diskont, aksion, që unë gjithë që duhet me hetë dhe sa jam këtu në Kosovë. Si benzin ball energy drink. E keni di që kjo punon për kerë, po tash mundesh edhe me pi benzin për një energy boost fantastike. Haj, pi benzin ball. Jep e pak energy për fëmijët tuaj. Prapërsisht pi 3 liter, edhe vetëm 40% ujë për zirë. Benzin ball energy drink, super! Edhe, kukëll kineze. Qëre, made in Fihina. Hajde, qikat. Mere kukëll kineze në luj. Kemi shumë kukëllat kinez këtë vit, janë shumë të lirë, edhe vetëm një fëmi për 1.000 smuhën duke lujtër me kukëllat kineze. Edhe për të gjithë fëmijët që janë artistët. Këtë vit kemi edhe Kekshkums! Kekshkums është prodhim vendor
edhe fëmijët mund të pikturojnë shumë bukur. Bili, kur nallet rryma, kekshkun dhe bën drit vet. Erdhë rryma! Për këtë vitëri, të gjithë fëmijët do të kënaqin me fluska muska nga vaj special iranian. Në verën e kaluar, kur kanë ardhur ato maunët helmuse, s'kemi ditë çka me bo me ta. Po tash, kjo problem është zhduk, edhe kemi fluskat për gjithë vitin. Të gjithë vitin dojnë fluskat muskat. E ti të gjithë fëmijët keni qef me bo mustët malë, si Baba Dimri. Për këtë arsye, këtë vit, ju sjell peshët të bodybuilding, 50 kg edhe 100 kg. Hajtë se, edhe nëse nuk janë krejt 50 dhe 100 sakt. Kjo më tokë shumë mirë para prindit, që bëllë shumë fuqi. Edhe një bon shumë argëtueshme për fëmijët, është trepshe sakez. Me trepshe sakez e prodhuar nga mineralet të Kosovës. Edhe njerëz do të punojnë, edhe fëmijët do të kënaqen me trepshe sakez. Edhe fëmijët, mos u hapini nëse ju jeni një nga ata adhuratët. Faleminderit! Mos u hapini nëse ju jeni një nga ata adhuratët shkëlqyeshme në shtëpinë juaj këtë vitëri. Ska përse!